ka pasur zënka mes të jemës së Bleonës dhe babait të Bleonës. Ka pasur zënka edhe përpara humbjes së Bleonës, pra ka pas mosmarrëveshje apo zënkat erdhën Po, pas humbjes? jo, zënkat ndërmjet të dy bashkëshortëve ka qenë të vazhdueshme në familjen e Bleonës dhe shkaku i humbjes së Bleonës ishte një nga motivet që çoi dhe në zgjidhjen dhe në divorcin e kësaj familje, sepse të dy filluan të akuzonin njëri tjetrin që ishe ti i pakujdesshëm ose isha unë i pakujdesshëm për humbjen dhe për moskujdesjen e Bleonës. Kjo unë mendoj, me sa unë e kam trajtuar këtë çështje, mendoj që kjo është edhe e paraprekatitur. Rrëmbimi i Bleonës ka qenë i paraprekatitur që një javë 10 ditë përpara. Dhe për këtë të thash sot mund ta dinë 2 deri 3 veta se ku ndodhet Bleona. Por për ta mbajtur të fshehtë unë do thosha që është pavësia e strukturave të shtetit shqiptar, të cilët nuk kanë arritur akoma të zbërthejnë ata 2-3 persona që dinë të vërtetën dhe mënyrën e skemës se si është rrëmbyer Bleona, ndërkohë që ata sot mund të dinë edhe se ku ndodhet Bleona dhe çfarë komunikimesh dhe marrëdhënies ka, por ndoshta nuk ka pasur dhe nuk ka një vullnet të mirë nga shteti shqiptar, nga organet e specializuara të krimit njerëzor, për të gjetur dhe për të zbuluar të vërtet e cila ka vite që është një plagë mjaft e rëndë për gjithë shoqërinë shqiptare, sepse humbja e një fëmije në një ditë me diell të bukur pa asnjë gjurmë është diçka mjaft e mistershme dhe tregon dhe një pavësi të organeve të krimit, të cilët nuk janë në gjendje që të vënë për të gjetur gjurmën e kësaj vajze të vitur, e cila u rrëmbye nga 2 veta ose 3 veta dyshohet, të cilët e morën dhe kaluan me ata në kufirit në atë moment. Pastaj pjesa tjetër është pjesë që është menaxhuar me qetësi nga ata që kanë rrëmbyer, derisa sot jemi në kushte mjaft të tjera, jemi kushte ku vetë nëna, edhe pse po rend mjaft për ta gjetur vajzën e saj, ndoshta dhe ajo mund të ketë marrë dhe një informacion ndoshta dhe më të gjerë për sa i përket çështjes së Bleonës, sepse u ngritën dhe shumë versione që Bleona është gjetur, Bleona është gjallë, Bleona është Angli, Bleona është në Itali, Bleonën e pam në Francë. Pra ka mjaft versione që hidhen ose thashë them naja për parjen dhe për gjetjen e kësaj vajze të mbitur, por deri më sot asgjë konkrete nuk ka për këtë vajzë, sepse të gjitha do të përfuthen me anë të ADN-s në fund fare, që dhe në qoftë se kjo vajzë ndofta është shitur, ndofta është çuar në një qendër, nuk dihet fati i kësaj, por dihet mjaft mirë që kjo është rrëmbyer nga 2 deri 3 veta. Dhe ndërkohë që aty kanë qenë rreth 6-7 veta që kanë qenë së bashku me Bleonën në momentin kur Bleona është rrëmbyer. Dhe nuk është parë në darkë, kur janë thirrur dhe fëmijët e tjerë, shokët dhe shoqjet e Bleonës që ishin komshi aty, dhe heshtja ka lënë mjaft për dëshiruar për sa i përket pjesës dhe humbjes së Bleonës, e cila iku dhe nuk u kthye më, se si u rrëmbye nga 2-3 persona, të ndofta unë do të thosha që duhet shtrënguar shumë babai i Bleonës, ndofta dhe halla e Bleonës janë 2 aktorë që për cilët kemi diskutuar
dhe në emisionet e tjera që ka kohë që është diskutuar, që mund të kenë një informacion të plot për çështjen e Vlonës, të cilët mund të dinë dhe fatin e kësaj vajze të mitur që sot është gati 25 vjeçë. Bazuar në gjithë informacionet që ju keni pasur ndër vite, çfarë besoni se ka ndodhur realisht? Pra besoni që është rrëmbyer dhe është dërguar diku jashtë, apo? Atëherë unë do të thosha që kjo është pjesë e një akmarrje që ka zona e Verilindjes, e Veriut do të thosha, për t'i shkaktuar një plan të rënd familjes së Vlon Amatës, kanë kurdisur rrëmbimin e kësaj vajze dhe pasaj me qënë se ky rrëmbim i kësaj vajze u bë shumë problem, doli në shumë media, ata si duket Afrika nuk e sollën më në momentet e para. Dhe duke mos e sjell më në ato momente, ata e vazhduan dhe diku pasaj mund ta kenë shitur të vajzë të vogël, ose mund ta kenë sistemuar dhe në një kolegj atje për të kryer shkollën dhe për mos u kthyer më në shtëpinë e saj të lindjes në Malçi ku jetonte familja e Vlon Amatës. Një nga versionet që është ngritur dhe atëherë ka qenë akmarrja. Dhe pjesa e dytë pasaj është pjesa e tërhetimit të gjëzgjallë që të mishit, e cila edhe kjo është nga ato variante e cila nuk është se mund të shmanget nga veprimtaria ose nga aktiviteti i atit grupi kriminal i cili rrëmbeu të vajzë të vogël, sepse atëherë dolën shumë gojdana që janë paguar kaq lek dhe janë paguar dhe këto suma të mëdha për ta rrëmbyer të vajzë dhe janë, nuk e di, janë shumë enigme në mes, të cilat thash, nëse do kishim një sektor shumë të zhvilluar të kriminalistikës për çështjet njerëzore, besoj se do ishte zbardhur, por atëherë u la shumë mastore çështja e Vlon Amatës, ata që e dinin filluan ta groposin në shpirtin e tyre këtë informacion dhe sot jemi para një enigme mjaft të madhe ku çështja e Vlonës diskutohet në të gjitha rrjetet televizive shqiptare, por që nuk kemi asnjë rezultat konkret për sa i përket edhe pse u bën shumë u investua në një kohë caktuar për të bërë shumë vizatime për ndryshime dhe për karakteristikat e Vlonës, të cilat i afruan deri në atë pikë sa mund të gjendesh edhe gjurmët e Vlonës, por pasaj u la masdore dhe kjo vazhdoi si një plag që ne jemi mësuar me këto tashi, me humbjet e fëmijëve dhe rrëmbimin e fëmijëve, dhe themi që e gjithë ngjarja mund të diskutohet vetëm 72 orë dhe pastaj ajo harohet si ngjarje, sepse e zë radhën një ngjarje tjetër e cila mundet dhe ajo tjetë jo aq e rëndë sa çështja e kësaj fëmije, por që mbulon ngjarja zë ngjarjen dhe harohet ngjarja e Vlon Amatës. Do thoshe që nëse do t'i futemi dhe me një seriozitet maksimal, me ekspert të fushës të kriminalistikës për sa i përket vizatimit, fotografisë dhe projektit të zhvillimit dhe karakteristikat e veçanta që kishte Vlon Amata, ne mund të arrijmë edhe ke gjurmët e saj, por duhet shumë punë dhe shumë kohë për të gjetur dhe për të vajtur ke gjurma e Vlon Amatës, ndërkohë që në momente para ishte shumë e lehtë për ta gjetur Vlon Amatën. Kjo unë them që ka brenda shumë mistere dhe një ndër to është edhe vetë babai i cili unë besoj dhe shpresoj që mban diçka të fshehur brenda për sa i përket
vajzës së tij Blona Matës.